Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë-Kuç, në zonën e njohur si Ura e Laskos, duke shkaktuar plagosjen e disa personave dhe ndërprerjen e përkohshme të qarkullimit në këtë segment. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë dy automjeti, një mjet tip Suzuki me drejtues shtetasin SZ dhe një mjet tip Nissan me drejtues shtetasin IG. Përplasja mes tyre ka qenë e fortë duke shkaktuar dëmtime të personave që ndodheshin në automjetin e dytë. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit Nissan dhe dy pasagjerët e tij që udhëtonin kanë mbetur të plagosur. Ata u transportuan menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Nga burimet në vendngjarje bën me dije se të plagosit janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë policia e Vlorës ka reaguar zyrtarisht përmes një njoftimit për shtyp, ku jepen detaje shtesë mbi rrethanat e ngjarjes. Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 8:40 në afërsi të fshatit Kuç. Në përplasje janë përfshirë drejtuesit SZ, 75 vjeç, banues së fshatin Kumenis dhe një drejtues tjetër IG, 55 vjeç, banues së fshatin Qeparo. Autoritetet policore bën me dije se nga aksidenti janë dëmtuar le 2 drejtues të mjeteve dhe 2 pasagjerë që udhëtonin automjetin e shtetasit IG. Të gjithë të lënduarit janë dërguar në spital për kontroll dhe trajtim mjekësor. Për shkak të aksidentit, trafiku në zonë është rinduar për disa minuta, ndërsa forcat policore rrugore kanë ndërhyrë për të normalizuar qarkullimin dhe për të shmangur rreziqet e tjera për drejtuesit e mjeteve. Grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe rrethanat e këtij aksidenti, ndërsa paraprakisht dyshohet se faktorë si shpejtësia apo kushtet e rrugës mund të kenë ndikuar në këtë përplasje mes automjeteve.